përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të bëjmë një review dhe first impression të Kylie Jenner Lip Kit. Gjithashtu do bëj dhe make-upin që Kylie Jenner ka bërë për promovimin e produkteve të veta. Do të fillojmë me make-upin, pastaj do vazhdojmë me buzëkuqin edhe mendimet e mia për të. Ky është make-upi që unë realizova, e inspiruar nga fotoja e promovimit të produkteve të Kylie Jenner. Tani le të flasim për lip kitet. Lip kitet vinin në këtë lloj pakoje. Dhe kur e hapje, shikoja një sponge të tillë. Një sponge të tillë. Më pas ishte një letër me shkrimin e Kylie Jenner që ju falenderonte për blerjen e lip kitit të saj. Normalisht që është printuar. Më pas vinte fatura dhe më pas vinte lip kiti. Ky është një nga lip kitet që unë kam marrë. Vinte në këtë lloj pakoje. Vetëm një gjë që ndryshonte ishte ngjyra. Kjo është ngjyra e True Brown K. Secili lip kit kishte ngjyrën e tij të vendosur jashtë. Gjithashtu edhe emrin këtu sipër. Vinte me këtë buzën këtu, besoj se është buza e Kylie Jenner, dhe me këto dhëmbët metalik. Këtë mund të shikoni. Sa di unë paketimi është ndryshuar. Tani më duket se vjen e gjitha e zezë jashtë dhe brenda vjen
siç është kjo pjesa këtu. Nëse doni përshtypjet e mia ose si duken në buzë lipkitet e tjera, atëherë mjafton që të klikoni like te kjo video ose të komentoni më poshtë. Ai nuk ka më vetëm lipkite, ka edhe metal, buzëkuq metal, edhe shkëlqyes. Nëse doni një video tjetër për të gjitha lipkitet e tjera, atëherë bëni like të video edhe komentoni më poshtë. Lipkiti kushtonte $29. Vinte me një laps edhe një buzëkuq. Paketimi më duket se është qelq, vjen me këtë dizajn, pra dizajni tipik i firmës së Kylie që është boja teksa bie poshtë. Atëherë do aplikojmë në fillim lapsin, i cili është me të njëjtin ngjyrë me buzëkuqin. Lapsi nuk më mban ndonjë erë të veçantë. Siç e shikoni, është aplikuar në mënyrë të njëtrajtshme, pra nuk ka lëndëvija të ndryshme në buzë. Ishte shumë e butë, kështu që aplikoj shumë thjesht, besoj se kjo është edhe gjë e keqe pasi mund të mbarosh më shpejt. Mund të prihet me një presë normale, siç e preja unë. Tani do të aplikojmë buzëkuqin. Aplikuesi ishte shumë i thjeshtë dhe precis për të përdorur. Ante era tort. Era ime preferuar e buzëkuqve. Por keni kujdes, mban shumë era tort. Njerëzit që nuk e kanë shumë qef erat e ëmbla, nuk besoj se do i pëlqej shumë era e këtij. I bën dhëmbët të duken pak blu, siç mund ta shikoni. Por është kafja më kafe që kanë provuar ndonjëherë. Pra nuk ka shumë tone të kuqe ose jeshile. Do ta mbaj buzëkuqin gjatë gjithë ditës sot dhe do kthehem her pas here t'ju updatoj se si ka zgjatur lipkiti. Kanë kaluar diku tek 7 orë që nga aplikimi i buzëkuqit të Kylie Jenner. Ka zgjatur shumë mirë. Sigurisht që është dukur pothuajse fare tek pjesa e brendshme e buzët, si çdo buzëkuq tjetër likuid me ngjyrë të errët. Gjithsesi tek pakoja nuk është pranë se sa mund të zgjasë buzëkuqi likuid i tyre, mat, transferohej, siç mund ta shikoni. Buzëkuqet likuide të errët gjithmonë transferohen, kështu që nuk është se kanë ndonjë ndryshim me buzëkuqet e tjera përveç ngjyrës, e cila më duket shumë e veçantë krahasim me buzëkuqet e tjera kafe që kanë provuar. Gjithsesi harrova t'ju updatoj që mund të gjeni në website-in e saj dhe vetëm buzëkuqin ose vetëm lapsin nëse dëshironi. Më duket se secila prej tyre kushton $17. Aroma e tortës që kishte pothuajse është dukur, kështu që për njerëzit që nuk i pëlqejnë shumë këto aroma të ëmbla, mos shqetësohen, pas 10 minutash do zhduket. Dy nga gjërat që nuk më pëlqejnë nga buzëkuqi i Kylie Jenner, e para që duhet presës shumë tek website-i tyre për të marrë një buzëkuq dhe shiten pothuajse në 5 minuta. Gjithsesi mendoj që formula nuk është aq e mirë sa të shitet në 5 minuta. Kam plot buzëkuqe të tjera likuide që janë pak më të mira se kjo dhe i gjeni gjithkohës. Nuk është nevoja që të prisni me pothuajse muaj që të merrni një pasi shiten shumë shpejt. Nëse ju doni të shikoni video të tjera nga unë, atëherë ju lutem subscribe. Faleminderit që më ndoqët, mirëpafshim.